të flasim gjatë rrjedhës. A ndikon shumë në rrjetet sociale dhe mbi forma trupore, ndoshta në kohë të ndryshme ka edhe trende të tjera të cilat e mendojnë se si duhet të duket trupi i një vajze. Po, ndikojnë paka shumë se ki edhe komente të mira dhe komente të këqija. A ndikosh ti nga komentet e këqija? Dhe atë bojnë më shumë ndoshta të ndihesh në siklet se sa ato 10 të mira të cilat mund t'i marrësh? Tash më varet prej komenteve çfarë se unë i kam 3 fëmijë. Tash do me thonë... Pret, urdhna. 3 fëmijë? Kam djalin 20 vjet. 20 vjet, pret regjia, ju lutem, e dini ju një pamje kështu nga takat e lartë, sepse e quajnë ju rastisht Kim Kardashian. E kom pa që shpesh me një koment të tillë në rrjetet sociale. Po, ka komente të këqija, për arsye se... Thonë Kim Kardashian nuk është komenti? Jo, ki edhe komentet mira si Kim Kardashian, perfekt trupin e krejt, po ki edhe komentet këqija për shembull që qysh ti 3 fëmijë punon kaq gjatë se punoj 16 orë në ditë. Do të thonë fillojmë 5-6 ditë më ramja. Pas ke suportin e duhur. E tani ka dokumentet këqija, puna fëmijëve, qysh, pse, i lanë, shkon, punon. Po ka edhe komente shumë të mira. Olisa, sa jenë dikur nga fjalët e moshatarëve të tu, edhe si që ndronë sot? Olisa, si person, fjallëve ma herët ju ka ndiku shumë, si individ. A ka qenë për ty një mbështetje shumë e madhe ajo deklarate e hapur të cilën ti e pate në media, edhe ishte rasishme? Ishte shumë e rasishme, krejt pa pritmas, nuk e kom prit as që bëhet viral as kur gjë. Ka qenë dhe thjesht një hajgore mes shoqnis, a dalim kamera dhe qikaq. U konkret e rasishme, nuk e kom prit, fjallë ka ndiku ekstrem shumë, ka pas 90% ka pas komentet mira, po 10% që u konë komentet këqija. Ideja 10% që na aty nuk bot asese. Jo, ta ma puna. Na duhet aj 10%. Normal. Kërkush që të nashta nuk është pa një behone diçka, unë për shembull behone pas në ngjyrën e ty. Behone më i kite, ende se kuptove që je perfekta? Kërkush në këtë botë nuk është perfekt. Po, në sytë e me ti je? Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë, ama sa i përket temës unë jam ndiku ekstrem shumë, ndiku na pak edhe sot, se kur të bëhet një ngarkesë psikologjike, me thonë tru edhe e bën apet atë pyetjen veti, pse, qysh tek. Ama unë qëtash veç e kom qitë, e kom lonë, kom thonë, le të thojnë njerës çka dojnë, le të bojnë çka dojnë, le të ndëgjanin sot ata bullizuesi, çka do t'ju thoje? Vazhdoni. Jo, të lutë, mos ju thuaj, vazhdoni. Jo, në qofë se... Nështë është një kohë e cila... Qëre, unë e morë me një kohë që nuk mani për sen, sa i përket komenteve. Jo, është e rëndësishme të mos e vazhdojnë. është e rëndësishme mos me vazhdu. Mos me i bo edhe të tjere të ndihen si shqenë dite. Fiks, është shumë e rëndësishme që mos me vazhdu ata, po deri në momentit që ti thu, më falë, jetë më bëmu një kesh, të lutë në naljo, edhe aj nuk ndikon as një pikas, nuk e di që shme shprejat, abiden. Olisa, ty ndoshta nuk të ka mungu guximi, me thonë hapër atë të... Unë e deri më donë që ati intervjim. Ty ka shqetsu. Por, ka fëmijë të tjerë që ndoshta e vuajnë, nuk e flasin maskën në shtëpi, edhe kjo i ndodh për vite të tëra. E njëjti sa më ka ndodhë dhe mu, për vite të tëra kom vujtë edhe në mrana në vete, nuk e kom folë as me prend, as me familja, as me shoqnin e ngush, nuk e kom folë me kërkan. E cila mendon që është zgjidhja? Del fal. Merë guximin, fal, se gjithë shka nisër mas nisër buhet mirë. Mos e la me të shtime një fazë shka ti nuk e meritan, se nuk jenë ma ndrysha se kërkosh.